emërtimi i organeve sipas biologjisë. Jo me këto terma popullore. Për këdhelës apo sepse që aty ti mëson keq dhe deformon. Vulva është organi seksual mashkullor. Po, e nisi për meshkujt. Fillimisht, sepse do fillosh ti vësh emër dhe pastaj ta orientosh sipas trahesh. Do mbash linjësin. Para pas. Pra sa rregull që ajo mëson që kur shkon në shkollë do shkoj vetë në tualet, do kujdeset vetë për tualetin. Domethënë për higjienën e vet personale. Fillon që kjo pjesa. Pra ti vendosi këtë nuk ka asnjë turp të flasim për organet tona, që kur janë organe genitale. Është dhe duhet i thuash këtë pjesën e intimitetit, që organet tona ne i mbajmë mbuluar, nuk na i shohin të tjerët. Është shumë e rëndësishme për të shmangur më vonë abuzimet seksuale tek fëmijët. Dhe për abuzimet seksuale janë temë tjetër që fëmia as nuk e ka kuptuar që me të ka ndodhur një abuzim, sepse nuk e di që